Albin Kurti e ka ndërtu një sistem klientelist. Albin Kurti e ka lodhë ekonominë e Kosovës, rinia e Kosovës po iken jashtë shtetit, remitencat janë rritë për shkak se po e financojnë konsumin e Kosovë, e kemi pas një inflacion i cili ka qenë gangren e zhvillimit ekonomik në vendin tonë, dhe kemi pasur kur të thonë se ne jemi ndjekim politika sociale ku rishpërndajmë pasurinë të qytetarët. Dëgja, në gjatë qeverisjes 5 vjeçare të zotit Kurti nuk ka pas as edhe një ligj të vetëm dhe as një reform sa i përket përmirësimit të ambientit të biznesit. As një të vetme. Do më thonë atë çfarë mbaj mend në është ndryshimi i ligjit për tatimin në pronë, ku është rritur tatimi në pronë, është rritur në mënyrë progresive sa i përket bizneseve, dhe politika tjetër është shtrajtimi disa herë i energjisë elektrike, e në rastin e fundit për biznese, do më thonë për 1300 biznese, kosovare është ngritur çmimi deri në 300%, e kjo më shumti i ka goditur bizneset produset e Kosovës.